Mirë të ndëruar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studion në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës dhe për gjatë minutave në vijim do të ndalemi tek të gjitha zhvillimet të cilat vijnë nga bota dhe kryesisht tek një armë pushim i mundshëm, tek një armë pushim i plot Rusi-Ukrainë, gjithmonë me ndërmjetësimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i cili ka kryer një telefonatë e cila ka zgjatur rreth 2 orë me presidentin rus Vladimir Putin. Presidenti Donald Trump tha se Putin e dëshiron një paqe me Ukrainën, teksa gjithmonë sipas asaj çfarë ka deklaruar Trump, Rusia dhe Ukraina do të nisin menjëherë negociatat për një armë pushim të mundshëm dhe për t'i dhënë në këtë lloj mënyre fund luftës së tyre disa vjeçare. Për të diskutuar se e takon të gjitha skenareve të këtyre negociatave të cilat nuk është se zhvillohen për herë të parë ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, më bashkohet një komunikim të drejt për drejt diplomati Spartak Topollaj. Zoti Topollaj, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Edhe unë ju përshëndes, Albi, dhe të falenderoj për... Zoti Topollaj, ju patjetër që i keni ndjekur të gjitha zhvillimet të cilat lidhen konkretisht me luftën e cila zhvillohet ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, e keni studiuar, e keni parë në vështrimin tuaj kritik të gjitha zhvillimet dhe të gjitha pasojat që ka sjell kjo luftë ndërmjet dy vendeve, ndërkohë edhe menjëherë pas bisedës që Vladimir Putin ka kryer dhe realizuar me presidentin amerikan Donald Trump, Rusia ka patur sërish inkursione drejt Ukrainës, duke sulmuar disa pika kyçe të infrastrukturës. Trump thot se beson që do të arrijmë një marrëveshje dhe një armë pushim të plotë ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës, por çfarë ndodh? A do të arrihet realisht një paqe ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës? Po, Albi, e vërteta është që qysh gjatë fushatës elektorale, presidenti Trump premtoi që do të zgjidhte menjëherë konfliktin e madh në mes Rusisë dhe Ukrainës, ose më saktë mes Ukrainës dhe Rusisë, kur Rusia ishte agresore. Natyrisht që kjo ishte pak e vështirë. Dhe mbajtja e këtij premtimi kërkon një farë kohe. Dhe ja tani që presidenti Trump nga 20 janari ndodhet në zyrën ovale, në Shtëpinë e Bardhë, ai ka bërë të gjitha përpjekjet që ky armë pushim së pari të vendoset, lufta të pushojë, të negociohet dhe të arrihet në një paqe të qëndrueshme dhe afatgjatë. Mirë po, si dredharak dhe i pabes që është, diktatori autokrat, ose autokrati diktator Vladimirović Putin, gjithmonë i ka bërë dredha, si i themin e shqiptarët, plumbit. Dhe herë premton, herë tërhiqet, herë lëshon pe, po fakt është që deri më tani konkrete dhe të sigurt nuk kemi akoma asgjë. Tani biseda mund të zhvilluar me teletypin e kujt që duket si i demontuar, një lidhje direkte telefonik, e vendosin që në kohën kur presidenti ishte i famshmi John Kennedy në Shtetet e Bashkuara dhe në krye të Bashkimit Sovjetik edhe si kryetari i Këshillit të Ministrave dhe si sekretari i parë i Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Bashkimit Sovjetik ishte Nikita Sergejevich Khrushchev. Me po tani kanë kaluar gati 70 vjet, që mbi 60 vjet nga ajo kohë, aparaturat janë sofistikuar, informatika, elektronika kanë bërë punën e tyre dhe biseda mund të zhvilluar pak a shumë si kjo që po zhvillojmë ne të dy sot. Kështu që janë të gjitha mjetet dhe mundësitë të realizohet kjo, bile me një cilësi shumë të lartë dhe me qartësi të madhe, si të figurës ashtu dhe të zërit. A ka luajtur vërtet Trump një rol të rëndësishëm sa i takon këtyre negociatave për një armë pushim të mundshëm, zoti Topollaj, duke kujtuar këtu që janë bërë shumë e shumë përpjekje të kaluara për të zgjidhur në një farë mënyre këtë konflikti i cili edhe sot e kësaj dite vijon? Kësaj radhe besoj biseda që zgjati pak më shumë se 2 ore 4 minuta, duhet patjetër të ketë arritur një rezultat pozitiv.
nuk themi përfundimtar, sepse thash, Putinit është pak vështirë t'i besohet, por mendoj se deri këtu, kur i gjithë opinioni publik botror, vendet e mëdha të Europës, në radhë parë Shtetet e Bashkuara, po dhe vendet e mëdha të Europës dhe shtetet tjera kërkojnë që lufta të ndalet, të arrihet armëpushimi, të paktën 30 ditor sa të zhvillohen negociatat dhe të mbërrihet që këto negociatat t'i kryesojnë përpalën ukrainase presidenti Zelenski, Volodymyr Zelenski, dhe përpalën ruse, vetë presidenti Vladimir Vladimirovich Putin. Tani, e vërteta është që diçka u premtua që mbrëm, që mbas dite, se me orën tonë ishte rreth 4-5, ndërsa me orën amerikane në orën 10 para ditës. Ajo që ka rëndësi është që përveç asaj marrëveshje të mbritur pak më parë me negociata për lirimin, respektivisht të 1.000 të burgosëve politik, 1.000 ukrainas dhe 1.000 rus, të arrihet të ndalimi i luftimeve. Ky ndalim, ose ky armëpushim të jetë 30 ditor, dhe në këtë nivel të lartë të zhvillohen bisedimet. Dhe mundësisht bisedimet jenë dy palqe, mes Zelenskit dhe Putinit, për atmosferë ndërmjetës. Nga ana tjetër është ofruar i forca zgjedhur i pap amerikani i famshëm Papa Leoni i 14, i cili si rradhë herë, sepse nuk është në praktikën e Vatikanit, ashtu siç nuk është edhe në, si të themi, në taktikën e kreut të katolicizmit botror, që të bëj negociatorin për paqe, por duke dashur të shpëtoj jetë njerëzish, ka ndërmarrë një veprim që për mendimin tim është i drejtë dhe human, dhe ka bërë propozimin që Vatikani të zhvilloj negociata, të pranoj pra zhvillimin e negociatave në mes Rusisë dhe Ukrainës. Por presidenti Trump, njëkohësisht, ose më saktë, paralelisht me bisedën telefonike në Skype, ose si e kanë zhvilluar me Putinin, ja dha mundësinë edhe krerëve të mëdhenj, të shteteve të mëdha të Europës. Shiko se ka diçka interesante në të gjithë këtë çështje, zoti Topallaj, që ju e përmendët edhe pak më lart, është afrimi i një ndihme të madhe, të paktën nga Papa i sapo zgjedhur. Çfarë tregon kjo? A ka një mesazh ofrimi dhe afrimi i vet Papës në çështjen e armëpushimit, negociatave Rusi-Ukrainë? Si e keni lexuar ju të paktën? Se ka qenë edhe Papa Francesku i cili ka bërë vazhdimisht të thirrje për armëpushim dhe ndalim të luftimeve, po nuk është se ka ofruar ndonjëherë ambientet e selisë së shenjtë për të zhvilluar edhe mbase negociatat. E thash edhe më parë që Papa është ofruar dhe nuk është në traditën e Vatikanit, se është institucioni më i lartë fetar i katolicizmit botror. Ai kërkon gjithmonë paqe, mirësi, mirëkuptim mes njerëzve. Është rreptësisht kundër luftrave se humben mira jetë njerëzish javë. Mendohet që numri i të vrarëve nga dy palët ta ketë kaluar tashmë milionin. Është një fjalë goje, po flasim për shifra astronomike të vrarësh. Një numër që vetëm lufta e dytë botërore e ka pasur. Ka shkuar atje ku nuk mban më çdo veprimi më teshëm do të jetë në dëm të dy vendeve dhe të dy popujve, Rusë dhe Ukrainës. Prandaj unë mendoj që ka ardhur momenti, sidomos Putini që ka refuzuar vazhdimisht të negociojë me Zelenskin në pretekstin absurd se ai nuk është president i ligjshëm nga që i ka mbaruar mandati presidencial, por duhet theksuar që në të gjitha vendet e botës, sidomos në vendet demokratike, kur shpërthen një luftë në atë shtet, nuk ka më zgjedhje dhe vazhdon në detyrë të jetë presidenti që aktualisht është në moment. Dhe kështu ka ndodhur dhe me vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur presidenti Franklin Delano Roosevelt u zgjodh jo 3 herë, po u zgjodh herën e 4, sepse ishte lufta e dytë botërore, Amerika ishte në luftë dhe ai nuk mbriti ta mbaroj mandatin e 4, investiturën e 4, sepse i smur rënd siç ishte me paraplegji
ai ndroi jetë dhe u zëvendësua nga presidenti Harry Truman. Por Zelenski aktualisht është presidenti i ligjshëm dhe është absurde të mendosh që ai nuk është presidenti i ligjshëm, për vetë faktin se atë e presin, e nderojnë dhe respektojnë gjithë krerët e fuqive të mëdha europiane, por dhe botërore. Ne e kishim para pak 2-3 ditësh edhe në Shqipëri, ku u takua me të gjithë krerët e mëdhej europian, që nga kancelari gjerman i ri konservator i CDU-s Merz, Friedrich Merz, ashtu me presidenti francez Macron, me kryeministin britanik Starmer, me Melonin dhe me krerë të tjerë të fuqive të mëdha të Europës. Pra ai është i ligjshëm. Absurditeti i Putinit nuk qëndron. Oferta e Vatikanit është sa çfarë nuk e kënaq Putinin, zoti Topollaj? E humane është për mendimin tim shumë e drejtë. Tani problemi qëndron këtu. Mbas kësaj bisede telefonike të gjatë, rrallë, mos them që është hera e parë biseda zgjat mbi 2 orë, Putini duhet me çdo kusht të marrë një vendim. Ta kryesojë ai delegacionin, pastaj vendi se ku do zhvillohen bisedimet, se ku do negociohet, nuk është shumë i rëndësishëm, është Stambolli, është Roma, është Parisi, është Londra, apo është edhe vetë Vatikani. Unë mendoj që kjo është çështja më pak e rëndësishme, rëndësi ka urgjentisht të ndalet lufta, të shpëtohen jetët e njerëzve, e atyre djemve të ri që po humbasin jetën kot, por dhe të viktimave civile. Jo më larg se para 3-4 ditësh, një mikrobus u godit nga një dron rus dhe vrau 9 gra dhe fëmijë të papaqëm që po udhtonin për një qytet të Ukrainës. Kështu që mendoj se ka arritur kulmin, kaluan 3 vjet nga lufta, që nga shkurti i 2022-shit, dhe duhet t'i thresin me tërmendjes krerët në mënyrë të veçantë. Putini, ai që është agresori, ai që i ka shkaktuar, ai që shfaq një pangopshmëri me territore të pushtuara, e nisi që në 2014 me Krimen dhe e vazhdoi tash në 2022 duke pothuajse pushtuar 4 nga provincat e rëndësishme të Ukrainës dhe kërkon akoma ta vazhdojë luftën. Mos harro që është shteti më i madh në botë, me mbi 17 milion kilometrë katror, dhe akoma kërkon hapësira tjera, hapësira që nuk i takojnë. Ai përdor një artific dhe shfrytëzon poshtërsinë dhe hilen ortodokso-komuniste të Stalinit, i cili rusifikoi shumë nga këto krahina, çoi me detyrim popullsi ruse që kanë ka 8 vjet, 90 vjet, gati nga 100 vjet atje, dhe thotë që aty ka rus. Prandaj ajo ose ato krahina e provinca janë ruse. Kjo nuk është as pak e vërtetë. Këtë lojë ka bërë edhe me të tjerë, që nga Çeçenia, Kazakistani, Azerbajxhani, Turkmenistani, Kirgistani dhe gjithë stanet që i konsideron ai të tillë. Këtë do të bëjë edhe me Ukrainën. Mendoj që sanksionet, sepse jo më larg se sot Bashkimi Evropian, Komuniteti Evropian, Bashkia Evropiane pra, i vendosi edhe 17 sanksione të reja Putinit, ndaloi lëvizjen e mbi 200 anijeve që transportojnë naftë, përfshiktu dhe anije serbe, por edhe turke, çuditërisht, dhe të tjera, që transportojnë naftë dhe gaz për në vendet të tjera, kur dihet se çmimi i naftës dhe i gazit natyrisht është i lartë, dhe Rusia, të ardhurat kryesore për momentin, i siguron pikërisht nga eksporti i naftës dhe gazit. Qoftë ky nëpërmjet tubacioneve për gazin dhe të naftës me anije gjigante, cisterne, tankera, që arrin deri në 500.000, mos them dhe 1 milion ton, siç janë ato më të mëdha në botë ka Japonia. Kështu që do të ndalet Rusia me çdo kusht, mbas këtyre sanksioneve duhet të mendohet mirë se ditët për përparim në ekonomi dhe për zhvillim i ka të numëruara. Ata mund të rezistojnë, se janë shteti i madh dhe nuk është se do ngelin pa bukse dhe grur prodhojnë. Por problemi është se ekonomia e tyre do vi gjithnjë duke u dobësuar dhe nuk është në favor as të shtetit e natyrisht dhe as të popullit rus. Unë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe presidenti Trump do të vazhdojnë intensivisht
përpjekjen e tyre, që të hecet përpara mbas një hapi të rëndësishëm që u bë me bisedën e brëmshme e dieshme pra telefonike. Dhe sekretari i ri amerikan i shtetit, Marco Rubio, është angazhuar edhe ai personalisht për kontakte me krerë të shteteve europiane, me diplomat, me krerë të vendeve arabe, të cilët gjithashtu janë ofruar si Emiratet, si Arabia Saudite, si Katari e të tjerë, dhe paralelisht me këto, për të hapur dhe një spacio tjetër që t'i lirohen sadopak krahët edhe vetë Amerikanë dhe presidenti Trump, po zhvillohen jo pa sukses bisedime edhe me Iranin, i cili duhet me çdo kusht të ndalojë përpjekjet për realizimin dhe prodhimin e armëve bërthamore. Zoti Topollaj, në qoftë se arrihet kjo marrëveshje dhe Rusia dëshiron dhe ka kushte, pjesë e kësaj marrëveshje për armëpushim të mundshëm, presidenti amerikan Trump dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a do t'ja imponojnë këto kushte të Rusisë Zelenskit, i cili nga ana tjetër është treguar i hapur, qoftë edhe për t'i dhënë territori Rusisë vetëm që lufta të ndalohet? Unë mendoj që rrethi, në mënyrë figurative, rrethi i zjarrt po vjen duke ju ngushtuar Rusisë putiniane ose putiniste. Nuk do të ketë nga të shkojë Rusia, nëse tashi e gjithë bota po bashkohet, bile edhe shumë nga shtetet që deri vonë kanë heshtur, tani mbas këtyre mira e mira viktimave dhe shkatërrimeve që shpeshherë qytetet e Ukrainës, ashtu si ato të Gazës, të Palestinës në Gazë atje, na kujtojnë Hiroshimën dhe Nagasakin pas bombave atomike, duhet me çdo kusht të ndalen. Sepse do shpëtohen jetë njerëzish, do të fillojë rindërtimi, do të fillojë jeta e re në paqe dhe popujt nuk kanë pse të paguajnë politikat e çmendura të diktatorëve dhe të autokratëve në mënyrë të veçantë të tipit Vladimir Vladimirovich Putin. Unë mendoj se Putini ose më saktë përfitoi nga momenti i ndrrimit të investiturës, të administratës, sepse natyrisht që të marrësh pushtetin në Amerikë ke përpara një mal me probleme dhe ndoshta edhe presidenti Trump vërtet e kishte bërë premtimin, por nuk pati kohë se edhe probleme tjera, qofshin brendshme, qofshin ndërkombëtare, dalin dhe ai nuk do ta nënvlerësoj kurrë ndihmën për popullin ukrain, e ri garantoi që kupola mbrojtëse ajrore do t'jetë mbi Ukrainë dhe vetë Putini do të detyrohet, edhe pse krijon imazhin sikur ka një fuqi të madhe ushtarake, të mos harrojmë se pa të premtuar që do ta mbaronte luftën në fillim për 3 ditë, pastaj për 3 javë, pastaj për 3 muaj dhe në fund kanë kaluar 3 vjet dhe Putini nuk e ka fituar luftën. Nëse ai do ta fitojë paqen, kjo do të jetë një gjë shumë e mirë për të dy vendet dhe për të dy popujt. Dhe paqja fitohet me negociata, paqja fitohet me bisedime të sinqerta, me garanci të sigurt dhe të sinqert për të dy vendet, për të dy popujt. E qartë, a është për ta mbyllur, zoti Topollaj, dua të marr pak opinionin dhe komentin tuaj. A është Putin një lider dhe një dealer, pra një lojtar, po aq i zotit sa që mund të jetë Trump nga ana tjetër? A do të funksionojë kjo marrëveshje? Putini ka një avantazh në kuptimin e mundësive dhe të drejtave që ai ka. Putini mund të quhet sundimtar, kurse Trumpi jo. Trumpi është president me fuqi të mëdha, por në një shtet demokratik, kurse Putini në një shtet autokratik, despotik, ka fuqi shumë të mëdha dhe nuk pyet as parlament, as qeveri, as gjykata, dhe kjo është provuar. Putini është një egërsir ose një tigër siberian edhe kundër opozitës. Tashmë ne e dim se shumë nga liderët e opozitës janë vrarë, janë eliminuar dhe një pjesë e madhe janë burgosur dhe vazhdojnë të jenë akoma në burg. Këtë avantazh Putini
që ka në dorë natyrisht dhe Komandën Supreme të Ushtrisë dhe generalit e tij, ish marshallët e dikurshëm, po generalet aktual i binden në mënyrë të verbër atij, e ka avantazhin, ndërsa Trumpi natyrisht ka përballë demokratët, pra si kreu i republikanëve dhe i president republikan, ka Kongresin, ka Senatin dhe ka disa vështirësi tjera që nuk mund të manevroj ashtu si dëshiron gjithmonë. Por mendoj se fuqia ushtarake, ekonomike dhe reputacioni i Shteteve të Bashkuara botë si superfuqia e vetme që tenton të arrihet nga Kina, Amerika ka rreth 30 trilion dollar GDP, kurse Kina aty ke 17, pra është gati gjysma, Rusia shumë më pak, Amerika i ka të gjitha resurset dhe aftësit, jo vetëm nga armët e sofistikuara, satelitore, raketore, bërthamore, merri si të duhesh, po dhe ato konvencionale, por në të gjitha pikpamjet. Dhe Putini, kur nuk arriti dot ta pushtoi dhe Ukrainën, që nuk ishte një shtet i madh i fuqishëm si Rusia, dhe ka 3 vjet që rrëfatet pyjeve dhe kodrave e fushave të Ukrainës, herë në dimër me bore, herë në verë me pluhur, nuk po arrin të bëjë gjë. Kjo tregon se nuk është optimale situata për Putinin. Dhe ai e di mirë këtë, por nga një anë shovenizmi, rusëmat, nga ana tjetër kokëpërcia e tij, që të mos i ulet hunda personalisht atij si presidenti i Rusisë, por edhe vetë Rusisë Federatës, bën që ai të këmbguli dhe nëse do toleroj, do ta paraqesi këtë si një sakrificë të madhe që ai po bën, jo thjesht personalisht, por edhe vetë populli rus dhe vetë Federata Ruse. Kjo nuk është e vërtet, sakrificën po e bën Ukraina, që po i reziston mrekullisht fuqisë së madhe ushtarake ekonomike të Rusisë, po dhe ka meritën personale dhe vetë presidenti Zelenski, që në fillim u mor pak si det, nga që ishte një aktor komik, por që tregoi se nuk është as pak komik, është shumë serioz dhe në mënyrë të veçantë kur bëhet fjalë për të mbrojtur të drejtën e kombit të tij, e popullit të tij, e shtetit të tij, ushtrisë të tij dhe të paqes në rajon dhe në botë. E qartë. Zoti Topullaj, të falenderoj shumë për këtë analizë të situatës. Gjithmonë është kënaqësi të kemi komentin dhe opinionin tuaj mbi çështje me një rëndësi tepër të madhe. Edhe unë ju falenderoj, Albi, dhe besoj të gjithë lutemi që më në fund të brihet tek armëpushimi, te bisedimet dhe të një paqe e drejtë dhe e qëndrueshme. Faleminderit. Patjetër, kënaqësi. Mirë, ne do të shkëputemi në publicitet, rikthehemi sërish pas pak.